U mirëprit edhe nga zëvendës kryeministre e vendit. Ajo që dikur ishte diva e kinematografisë turke, Türkan Şoray vizitoi Kosovën. Edhe pse në moshë ajo duke për mrekulli, e thuhet se nuk ka asnjë ndërhyrje kirurgjike. Në vazhdim e shohim enkas materialin përgatitur për të. Karriera pre aktoreje filloi pas shkullërzimit të prindërve të saj. Jeta në botën e kinemas ishte shumë frytëdhënëse gjatë viteve në karrierën e aktorës, ku debutimi i parë i saj ishte në vitin 1960 me filmin Ashk Ryzgari. Filmat më të shikuar e më të përmendur në historinë e filmit turk kanë vetëm një emër, Türkan Şoray. E quajtur ndryshe si sultanesha e kinemas turke, fitoi çmimet më të mira në botën e aktrimit të 2 kontinenteve. Thuhet se është njëra ndër aktorët që ka luajtur në më shumë se 100 filma turk. Ditë më parë, Türkan Şoray ishte e pranishme në amfiteatrin e Universitetit të Prizrenit, e befasuar nga pritja nuk kurse u përqafimet madhuruesit. Aktoreja ishte ftuar të marrë pjesë në javën e filmit turk organizuar nga shoqata multietnike MESK. Veç tjerash, ajo po atë ditë promovoi edhe librin autobiografik. Türkan Şoray më pas vizitoi edhe Prishtinën. Fansat e saj të mbledhur prisin të merrin autografet në librin kushtuar karrierës e jetës private. E pasi që erdhi, nuk i la duar thatë. Şoray, edhe pse e shtyr në moshë, kujdes të veçantë i kushton dukjes parasyrit mediatik, edhe pse thuhet se asnjëherë nuk ka pasur ndërhyrje kirurgjike deri më tani. Gerçekten hayatımın unutulmayacak anılarımda hep hatırlayacağım, unutulmayacak 2 mutlu günü geçirdim. İnanılmaz Kosova'da soydaşlarımızla, kardeşlerimizle öylesine güzel bir kucaklaşma oldu ki müthiş bir sevgi ortamı, böyle karşılıklı sevgi yaşadık. İnanılmaz bana filmime çok ilgi gösterdiler. Yani o bütün Kosovalıları hepsini yüreğimden seviyorum ve kucaklıyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Po sigur të mos promovonte librin e saj, cila do të ishte arsyeja tjetër e ardhjes në Kosovë. Hayır. Bu çok güzel bir organizasyon. Türk Filmleri Haftası açılışı için davet edildim. O arada da yani benim İstanbul'da, Türkiye'de bu hafta kitabım çıkmıştı. Hani belki isteyen, arzu eden olur diye hani konuştuk. Bir miktarda kitapla geldi. Dikush nga të pranishmit tani arriti ta ritakoj idhullin e saj pas 36 viteve. Në atë kohë kur më taku për herë të parë, atëherë kanë qenë edhe gazetar të një gazete Turqisë, na patën qitë edhe në gazetë, një kopje kom pas unë, zotja tregova artistës edhe ajo nënshkrujt edhe atë fotografisë në gazetë. Natyrisht nuk ju kujtoj ke aktorës, po edhe ajo u emocionu kur e pa që mas 36 vjetëve prapë nuk dha rastin ta. Të arriturat e aktorës, 67 vjeçare, zemrat e fansave edhe për te kufive, vështirë se do të mund t'i ketë dikush tjetër në historinë e filmit turk.